forcimi i vazhdueshëm i lekut kundrejt euros gjatë viteve të fundit ka frenuar rritjen e çmimeve. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, i pyetur nga deputetët mbi këtë situatë në Komisionin për Nismat Qytetare, u shpreh se ky fenomen, në tërësi, ka sjell një sër ndikimesh pozitive për ekonominë shqiptare. Kursi i këmbimit dhe adresimi i rezervës valutore. Banka e Shqipërisë ndjek një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Vlera e lekut ndaj euros dhe monedhave të tjera përcaktohet nga tregu. Ky regjim ndihmon ekonominë të përshtatet ndaj goditjeve dhe i lejon politikës monetare të përqendrohet tek stabiliteti i çmimeve. Që prej vitit 2021, leku është në një trend të shpejtë të vazhduar forcimi ndaj euros. Sipas analizave tona, ky trend është mbështetur nga rritja e të ardhurave nga turizmi, remitancat, investimet e huaja direkte, të ardhurat nga puna dhe përmirësimi i pozicionit të jashtëm të ekonomisë. Në ekonomi ka hyrë më shumë valutë dhe besimi ndaj lekut është rritur. Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel të caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rreziqeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit. Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit të këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliard euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme. Politika monetare dhe kuadri analitik. Banka e Shqipërisë ka vijuar të forcojë bazën mbi të cilën mbështeten vendimet e politikës monetare. Qëllimi është që vendimet e politikës monetare të mbështeten në dhëna më të plota, analiza më të thelluara dhe parashikime më të besueshme. Gjatë vitit 2025, Banka e Shqipërisë ka përmirësuar procesin e parashikimit makroekonomik. Ajo ka zgjeruar bazën e dhënave, ka përmirësuar ndërtimin e supozimeve dhe ka përdorur më mirë modelet analitike. Kjo na ka ndihmuar të kuptojmë më qartë burrimet e inflacionit, natyrën dhe pasojat e goditjeve të jashtme, si dhe mënyrën se si politika monetare përcillet në ekonomi. Banka e Shqipërisë ka zgjeruar dhe analizat mbi inflacionin bazë, kursin e këmbimit, tregun e punës, pritjet e konsumatorëve dhe kreditimin e kushtet financiare. Këta tregues ndihmojnë për të parë më mirë gjendjen reale të ekonomisë dhe për të shmangur vendimarrjen mbi bazën e një shifre të vetme. Politika monetare gjatë kësaj periudhe është udhëhequr nga dhënat dhe nga objektivi ynë kryesor, ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Vendimet tona gjatë vitit 2025 dhe në vazhdim janë bazuar në një lexim të kujdesshëm të inflacionit, rreziqeve, zhvillimeve në tregje dhe ndikimit të normave të interesit te kredia, te konsumi dhe tek investimet. Mesazhi ynë është i qartë, politika monetare ka vepruar me maturi duke mbështetur stabilitetin e çmimeve, po pa humbur syt nga ekonomia. Ajo ka qenë një politikë monetare e kujdesshme, fleksibël, e bazuar në dhënat dhe brenda mandatit ton ligjor. Përjedhoi, inflacioni shënoi një vlerë mesatare prej 2.2% gjatë vitit 2025, duke qenë poshtë por pranë objektivit ton prej 3%. Sejko foli gjithashtu edhe për masat që ka marrë Banka e Shqipërisë ndaj rritjes së kredisë për blerjen e banesave nga qytetarët. Banka e Shqipërisë ka trajtuar rritjen e kredisë për pasuritë të palujshme si burim të mundshëm rreziku për stabilitetin financiar. Për këtë arsye, banka ka forcuar mbledhjen dhe analizën e dhënave për kredit për banesa, prona tregtare, ndërtues dhe projekte imobiliare. Në maj të 2025-s, Banka e Shqipërisë miratoi kufi të sipërm për dy tregues kryesor, madhësinë e kredisë në raport me vlerën e pronës dhe peshën e këstit mujor në raport me të ardhurat e huamarrësit. Me fjalë të thjeshta, bankat nuk mund të japin kredi shumë të larta krahasuar me vlerën e pronës dhe as të lejojnë që kësti mujor i kredisë të rëndojë tepër mbi të ardhurat e familjeve shqiptare. Kufit janë më të kujdesshëm për kredit valutë dhe për banesat që blihen për investime dhe për qera. Guvernatori argumentoi gjithashtu se një regjim me kurs fiks të këmbimit do të kishte pasoja më të rënda për ekonominë. Përsa i përket digitalizimit të shërbimeve, guvernatori u shpreh se është bërë një punë e mirë në këtë sektor, duke veçuar antarësimin në SEPA si një hap të rëndësishëm drejt standardeve europiane.
që ka ulur ndjeshëm kostot e transfertave ndërkombëtare për qytetarët.